unë thash që votat e listës sërbe kanë kaluar në tek kandidati i Lidhjes Demokratike. Kjo dihet në bazë të vend votime ku kanë votu sërbë në shumicë sërbë, shumicë jo për 100% janë sërbë, dhe për këtë arsye unë po e them që ka mbi 600 vota të listës sërbe që e kanë votu kandidatin e Lidhjes Demokratike. Sadiku, dëshon të i kuadrohet? Po, zoti Thaqi, me që po thëni pra që keni shënu, edhe është absolutisht rezultat i mirë për ju. Krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 ku keni qenë kandidat, keni pas rezultat krejtësisht tjetër, pra keni qenë shumë larg. Çka shkakton këtë rritje për këto 4 vjet? Dhe a mos janë realisht edhe këto, sepse është raportuar shumë që keni qenë bajg ndikues në punësimet në këtë rajon? Shqyqene, unë në vitin 2021 nuk kam qenë deputet, dhe në vitin 2021, pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, unë jam bërë deputet pasi që Alban Hyseni e ka fituar komunën e Gjilonit. Po. Dhe po ashtu, në vitin 2025, që të dy kemi qenë në garë. Qafer Gashi si kandidat i Lidhjes Demokratike, me numrin 11-12 aty diku, dhe unë kam qenë, të dytë e kemi bërë një garë edhe për qytetin, edhe në qytetin tonë, pra unë kam fituar 4800 vota në Obelisq, ndërsa ai ka fituar 2400 vota. Krahasimi duket se nuk qëndron shumë, zoti Thaqi. Urna më falë se s'po dëgjoj. Krahasimi duket se nuk qëndron, nga që aktualisht zoti Gashi ju kanë poshtë ribie me 300 vota. Unë e thash që unë e thash përsëri, po e përsëres që 600 vota nga lista sërbe kanë kaluar në tek kandidati i LDK-s, që unë jam i bindur që do ta fitojmë këtë garë, sepse qyteti i takon qytetarëve dhe komuna i takon qytetarëve sigurisht autokton që janë shqiptarët. Po, si do ta fitoni? Do të garoni vetëm apo mund bëni koalicione me partitë politike? Ta zëm këtë rast mund bëni me PDK-n, me partitë tjera që janë në Obelisq. A i përjashtoni mundësitë e koalicioneve apo jeni të hapur për secilin subjekt politik? Pas kanë vota këta. Shumë pak vota. Po që ato që i kanë? Sepse edhe 300 diçka vota është dallimi mes të dyve. Unë kam qenë në baletazh edhe në vitin 2021 dhe nga 2500 vota në baletazh kemi kaluar mbi 4200 vota. Pra, edhe atëherë, edhe tani gjithmonë i kam ftuar qytetarët e komunës së Obelisqit të na bashkangjiten që ta bëjmë ndryshimin që i duhet komunës së Obelisqit, prandaj unë jam shumë i bindur që këtë ndryshim do ta bëjmë. Zoti Thaqi, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë që të inkuadroheshit në Infonata. Faleminderit shumë. E falenderoj edhe një herë tjetër zotin Thaqi, por ishim duke folur për